Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin Rritu Financiarisht. Këtu flasim për mënyra të thjeshta e reale se si mund të përmirësojmë marrëdhënien tonë me paratë dhe të ndërtojmë një jetë më të qetë, pa stres financiar. Poshtë në përshkrim do gjeni një link ku mund të shihni si investoj vetë në mënyrë të sigurt dhe afatgjallë. Por mos harroni. Mos merrni vendime për investime vetëm nga ajo që dëgjoni në internet. Flisni gjithmonë me një ekspert financiar, sepse çdo situatë është ndryshe dhe përgjegjësia është gjithmonë personale. Tani, le të flasim për diçka që shumë njerëz e keq kuptojnë. Fjalën kursim. Shumë e lidhin me heqje dorë, mungesë, kufizim. Por në të vërtetë, kursimi nuk është të mos jetosh. Është të jetosh me zgjedhje. Të kursesh pa u privuar do të thotë të jesh i vetëdijshëm, jo i varfër. Të zgjedhësh se ku do t'i shpenzosh paratë, jo të mos i shpenzosh fare. Kursimi inteligjent nuk të thotë mos dil. Të thotë dil, por dije pse e bën. Nuk të thotë mos blej asgjë. Të thotë blej atë që të sjell vlerë. Në fund të ditës, nuk është fjala për numra. Është fjala për mënyrën si mendon për paratë. Shumë njerëz dështojnë në kursim sepse e fillojnë si detyrim. Si një dietë që zgjat 2 javë dhe pastaj dorëzohen. Mendojnë se kursimi i privon nga gjërat që duan. Në fakt, sekreti është të mos e shohësh si ndalim, por si prioritet. Kur kursem për diçka që ka kuptim, një pushim, një shtëpi, një siguri për fëmijët, kursimi nuk është barë. Është kujdes për veten. Ka edhe një rregull shumë të thjeshtë që e ndryshon mënyrën si shpenzon. Sa herë që do të blesh diçka, pyet veten, sa herë do ta përdor këtë? Nëse diçka kushton 50 euro dhe do ta përdorësh 50 herë, atëherë vlen. Nëse do ta përdorësh një herë dhe pastaj do mbledh pluhur, atëherë janë para të humbura. Kështu kursen pa e ndjerë si kufizim. Shumë njerëz, kur duan të kursejnë, heqin dorë nga gjërat që ushqejnë shpirtin. Nga një kafe me shoqërinë, nga një udhëtim i vogël, ose nga një pasion që i bën të ndihen mirë. Kursimi i mençur nuk është të ndalosh jetën. Është të gjesh ekuilibrin. Në vend të 5 daljeve në javë, bëj 2. Në vend të një darke të shtrenjtë jashtë, bëj një drekë të bukur në shtëpi me njerëzit e tu. Shijon jetën dhe mban kontrollin. Një tjetër parim i rëndësishëm është ky: paguaje veten tënde te parin. Shumë njerëz thonë, do kursej çfarë të më mbetet në fund të muajit. Po në fund të muajit, nuk mbetet asgjë. Sa po merr të ardhurat, veçohu një pjesë për kursim. Qoftë edhe 5%. Sikur ta harrosh që ekziston. Në këtë mënyrë, kursimi bëhet zakon. Jo përpjekje. Një aftësi tjetër që të jep qetësi financiare është të bësh dallimin midis nevojës dhe dëshirës. Nevoja është ajo që nuk shmanget. Dëshira është ajo që të pëlqen, por s'është e domosdoshme. Nuk është keq të kesh dëshira. E keqe është ti ngatërosh me nevojat. Kur i ndan qartë, çdo shpenzim bëhet me vetdije. Një rregull shumë i fuqishëm për të shmangur blerjet impulsive është rregulli i 24 orëve. Nëse të pëlqen diçka që se ke planifikuar, mos e bli menjëherë. Prit një ditë. Shumicën e herëve, dëshira zhduket vetë. Një tjetër gjë e rëndësishme. Shmang kartat e kreditit për kënaqësi të shpejtë. Të japin ndjesinë se ke para, por në fakt janë borxh. Pyet veten, a do ta bleja këtë po të paguaja me para në dorë? Nëse përgjigja është jo, atëherë mos e bëj. Për të kursyer pa privim duhet të kesh plan edhe për kënaqësitë e vogla. Vendos një shumë mujore për argëtim. Pa faj.
Pa stres. Kur e planifikon, nuk të duket si kufizim. Sepse e di që po jeton, por me mençuri. Dhe një gjë tjetër që shumë njerëz e harrojnë. Mëso të thuash jo me dashuri. Shumë shpenzojnë vetëm për të kënaqur të tjerët. Pranojnë ftesa që nuk i duan. Blejnë gjëra që nuk i përballojnë. Të thuash jo nuk është mungesë respekti. Është kujdes për veten. Dhe kush të respekton vërtet, do ta kuptoj. Mos harro. Të kursesh pa u privuar nga jeta është art. Jo matematik. Nuk ka të bëjë me ndalesa, por me vlera. Jo me sa shumë ke, por me sa mirë menaxhon atë që ke. Jeta duhet shijuar. Por me ndërgjegje. Jo të harxhosh për të ndjerë mirë për pak çaste, por të ndërtosh qetësi për vite. Nëse e bën këtë, do kuptosh që kursimi nuk është sakrificë. Është liri. Nëse kjo video të ndihmoi, abonohu në kanalin Rritu Financiarisht. Kështu nuk humbet videot e ardhshme që do të ndihmojnë të jetosh më mirë me paratë e tua. Dhe nëse një dik që po përpiqet të përmirësohet financiarisht, shpërndaje videon. Ndoshta i ndryshon ditën. Ndoshta i ndryshon jetën.